Miqtë e mi, kjo është platforma ku para shqiptarve paraqiten faktet dhe të vërtetat që provojnë se çfarë llumi njerëzor, se çfarë dhunuesish monstruoz të ligjeve dhe kushtetutës ka grumbulluar reforma e George Sorosit në institucionet e drejtësisë. Këta funksionar, narkofunksionar, që marrin rrogat më të larta në Ballkan, që marrin rroga stratosferike, këta janë njëkohësisht mbrojtës, avokatër të krimeve të shëmtuara, janë njëkohësisht dhunues të pa ftyrë dhe të pa cip të kushtetutës së vendit dhe ligjeve të këtij vendi. Sot para jush kam sjell dokumenta të reja me të cilat faktohet ftyra e vërtet e Altin Troplinit, e KLG-s, e ILD-s dhe qeveritarëve të tjerë. Tani, ju lutem, mund të ndiqni sa vijon. Vijon përdosja e institucioneve të drejtësisë me njerëz që nuk kanë kriteret ligjore për të qenë magjistrat, sepse janë kriminal ordiner delinkuent. Me njerëz që duhet të jenë në burg pasi kanë shkelur ligjin dhe fshehur ekspulse dhe dënime penale. Fytyra reformës drejtësi dhe kapjes kësaj reforme dhe institucioneve të drejtësisë, ikona e kësaj reforme është Irena Maneku Gjoka Spata. Keni pa me 2 mbiemra, për grua me 5 mbiemra nuk kam pa gjërë sot përveç kësaj. Një kriminale e dënuar me vendim të formës së prerë të drejtësisë greke për falsifikim të vizës dhe që i ka fshehur vendimin, i cili sipas ligjit dhe kushtetutës së Shqipërisë e ndalon atë të ushtrojë detyrën apo funksionet e magjistratit. Irena me 5 mbiemra ka fshehur ekspulsin, nuk e ka deklaruar sipas ligjit të dekriminalizimit, gjë që përbën vepër penale të veçantë për çdo njeri të ligjit, por jo për Altin Troplinin, as për ILD-n, KLG-n dhe qeveritarët. Institucionet e kapura të KLG-s, SPAK-ut, ILD-s nuk veprojnë për këtë krim flagrant. Ndaj sot paraqes para jush provën e re të radhës, vërtetim e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Greqisë, me të cilin vërteton ekspulsin e Irena Gjoka Manekut nga territori grek si pasojë e hyrjes saj në Greqi me vizë të falsifikuar. Imagjinoni, ky dokument që paraqes sot para jush është dokument original, i lëshuar nga policia greke me vull apostile. Siç kishte vull apostile dokumenti i vendimit të gjykatës Janinës për dënimin penal të Irenës me 5 mbiemra. Ky dokument fshihet nga Altin Troplini. Altin Troplini man hetim para prak, e kuptoni vetë ju, se po të futi Troplinin hetim para prak, duhet paguash miliona
miliona e miliona dhe pastaj qetësohet dosja. Si që është rasti i Krshnikut të Manzës.